Surja El Hijr, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit, këtij Kurani që qartëson gjithë shka. Ata që nuk besojnë do të donin të ishin musliman. Le t'i gëzojnë të mirat e kësaj bote dhe të kënaqen. Le të dëfrehen me shpresat kota, se më vonë do t'a kuptojnë. Ne kur nuk kemi shkatruar ndonjë popull jashtë afatit caktuar për ta, dhe asnjë popull nuk mund ta shpejtojë apo ta shtyjë për më vonë afatin e vet. Ata thonë: o ti që po të shpallet mesazhi, ti je vërtet i çmendur. Përse nuk na sjell melek nëse je i sinqert? Ne i dërgojmë melekët veç kur duhet, dhe atëherë atyre mosbesimtarve nuk u jepet më afat. Ne e shpallëm mesazhin, Kuranin, dhe sigurisht ne do të jemi mbrojtës të tij. Ne kemi quar të dërguar dhe në popujt e mëhershëm, por nuk ka ndodhur kur që atyre t'u ketë shkuar një i dërguar e ata të mos jenë tallur me të. Kështu e fusim atë mosbesimin në zemrat e keqbërësve. Ata nuk e besojnë shpalljen, dhe ky është një ligj i pandryshueshëm që në popujt e hershëm, keqbërës. Edhe sikur ne t'u hapnim atyre një derë në qiell, që ata të ngjiteshin vazhdimisht lart, ata do të thoshin: neve na kanë qenë bllokuar syt, madje kemi qenë të magjepsur. Ne kemi krijuar rrugë yjesh në qiell dhe kemi zbukuruar për ata që e shikojnë me vëmendje. Ne kemi ruajtur atë qiellin prej çdo shejtanit mallkuar. Por kushdo që i kap veshit diçka vjedhurazi, edhe atë e kapin shkëndijat e zjarta. Ne kemi shtruar tokën dhe kemi vendosur malet forta e të palëvizshme në të, dhe kemi bërë që të prodhohen në të të gjitha llojet e gjërave në masën e duhur. Në të, ne krijuam mjetet e jetesës për ju dhe për ata, për furnizimin e të cilëve nuk jeni përgjegjës. Nuk ka asgjë që të mos e ketë burimin e pashtershëm të ne. Ne japim veç se me mas të caktuar. Ne i lëshojmë errat mbarështuese, ndërsa nga qielli lëshojmë shi, nga i cili pini e nuk mund t'i ruani burimet e tij. Ne japim jetë e vdekje dhe ne jemi trashëguesi. Nuk ka dyshim se ne dim për ata që ishin para jush dhe për ata që vinë më pas. Zoti yt është ai që do t'i mbledh të gjithë ata. Ai është vërtet i urtë dhe i ditur. Ne e krijuam njeriun nga një baltë e ndenjur për një kohë gjatë, ndërsa gjindet i krijuam më parë nga flaka e një zjarri shumë të fortë e pa tymë. Zoti yt u tha melekëve: unë po krijoj njeriun nga një baltë e ndenjur për një kohë të gjatë. Kur ti kem dhënë formë dhe ti fry shpirtit prej meje, atëherë ju do t'i përkuleni atij në sejdë. Kështu, të gjithë melekët së bashku u përkulen në sejdë, përveç Iblisit, që refuzoi të ishte me ata që u përkulen. Ai i tha: o Iblis, cila është arsyeja që ti nuk je me ata që bën sejdë? Ai u përgjigj: nuk më takon mua t'i bëj sejdë një njeriu që e krijove nga balta e ndenjur për një kohë të gjatë. Ai i tha: atëherë dil prej aty, sepse ti je i mallkuar. Dhe mallkimi kundër teje do të jetë deri në ditën e gjykimit. Ai, Iblisi, tha: Zoti im, më jep afat deri ditën kur ata të ringjallen. Ai, Allahu, tha: po, ke afat deri kur të vi dita e caktuar. Iblisi i tha: o Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'u zbukuroj ligësinë atyre sa të jenë në tokë dhe do t'i largoj të gjithë nga rruga e drejtë
përveç robëve të tu të sinqert. Allahu tha, kjo rruga e të sinqertëve është rruga ime e drejtë. Mbi robët të mi, ti nuk ke as pak fuqi, përveç mbi të humburit që vinë pas teje. Dhe nuk ka dyshim se xhehenemi është vendi i premtuar për të gjithë ata. Ai ka 7 dyer dhe çdo njëra prej tyre ka shtegun e caktuar për gjunaqtarët. Ndërsa të devotshmit do të jenë kopshte, me zburimeve. Përshëndetja për ta do të jetë hynin në to, të shpëtuar e të siguruar. Dhe ne do të heqim prej zemrave të tyre çdo ndjenjë urrejtjeje, e ata do të jenë si vëllezër në shtretër dinjtar dhe përballë njëri tjetrit. Asnjë lodhje nuk do t'i kap ata dhe nuk do t'u thuhet kur të largohen prej andej. Thuaj ju robëve të mi se vërtet unë jam falësi mëshirëplot. Por edhe dënimi im është dënimi i dhëmshëm. Thuaj ju edhe për mysafirët e Ibrahimit. Ata hynë tek ai dhe thanë, selamen. Ai tha, po na tremni kështu. Ata i thanë, mos u tremb, sepse ne kemi ardhur të t'japim lajmin e mirë për një djalë të ditur. Ai tha, po më jepni këtë si hariq, kur unë jam tashmë në moshë të shtyrë. Atëherë, ç'është ky përgëzim kështu? Ata thanë, ne po të përgëzojmë për diçka që është e sigurt, prandaj ti mos u tregoj pa shpresë. Ai tha, askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit vet, përveç atyre që janë të humbur. Ai tha, cili është qëllimi juaj, o të dërguar të Allahut? Ata thanë, ne jemi dërguar për një popull të zhytur në poshtërsi, me përjashtim të familjes së Lutit, që do t'i shpëtojmë të gjithë, përveç gruas tij. Ne vendosëm që ajo të mbetej me të dënuarit. Kur të dërguarit shkuan te shtëpia e Lutit, ai u tha, ju jeni njerëz të panjohur. Ata thanë, kemi ardhur te ti për të përmbushur atë që ata dyshonin. Të kemi sjell të vërtetën dhe ne themi të vërtetën. Prandaj ti dil me familjen tënde pasi të kaloj një pjesë e natës dhe rri pas tyre. Asnjëri prej jush të mos shohë pas dhe shkoni andej nga të urdhëroheni. Dhe ne i kumtuam atij atë që do të ndodhte. Zhdukja e tyre, gjunaqtarëve, deri tek i fundit do të bëhej në mëngjes. Banorët e qytetit shkuan tek ai gjithë gëzim duke njoftuar njëri tjetrin për mysafirët e Lutit. Ai u tha, këta janë mysafirët e mi, prandaj mos më turpëroni. Kijeni frikë Allahun e mos më turpëroni. Ata i thanë, a nuk të kemi thënë që të mos përzihesh me njerëz? Ai tha, ja ku janë bijat e mia, gratë e popullit, nëse doni. Pasha jetën tënde, nuk ka dyshim se ata ishin humbur në dehjen e tyre. Në kohën e lindjes së diellit, ata i përfshiu një ushqim të mërshme. Dhe ne i përmbysëm qytetet dhe lëshuam mbi ta rreshje si deltin e pjekur. Tek e gjithë kjo, ka vërtet argumente për ata që kuptojnë. Dhe ato, qytete, ishin mu në xhade. Për ata që besojnë, ky është argument. Edhe populli i Ejkës qenë keqbërës, prandaj ne i ndëshkuam dhe ata. Të dyja këto vende ishin pranë një rruge të gjerë. Edhe populli i Hijrit i kundërshtoi të dërguarit. Ne u parashtruam argumentet tona, por ata i kundërshtuan. Ata i gdhenin shtëpitë në shkëmbinj për të qenë më të sigurt. Në mëngjes, ata i goditi gjëmimi i tmerrshëm e shkatërrues. Atyre nuk u shërbeu as pak puna që kishin bërë. Ne i krijuam qiejt dhe tokën veçse me urtësi. Nuk ka dyshim se ora do të vi, por ti i sillu me butësi e duke i falur hishëm. Zoti yt është krijuesi i gjithë ditur.
Ne të kemi dhënë një 700 ajetësh që përsëritet dhe Kuranin e Madh. Mos u ahidh syt kënaqësive që ne u kemi dhënë disave prej tyre, e as mos u brengos për ta dhe mohimin e tyre. Shtrije dorën e mëshirës dhe të butësisë ndaj besimtarve dhe thuaj: unë jam vërtet ai që paralajmëron qartë. Ne i ndëshkuam ata që u përçan në grupe rreth përshkrimit të Kuranit, ata të cilët e bën Kuranin të ndarë në pjesë. Pasha Zotin tënd, ne do t'i marrim të gjithë ata në pyetje për të gjitha veprat e tyre. Prandaj thuaj e haptas mesazhin që të është urdhëruar dhe ri larg idhujtarve. Nuk ka dyshim se ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallen, kundër atyre që i shoqërojnë Allahut Zot tjetër, dhe së shpejti ata do të arrijnë ta kuptojnë. Ne e dim mirë se ti ngushtohesh shpirtërisht prej gjërave që thon ata, por ti madhëroje me lavdëri në Zotin tënd, e bëhu prej atyre që bie në sejdë, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë ora e sigurt.